Sot festojmë ditëlindjen e Gjergji Kastrioti, paradesit tim. Jam i lumtur përpara monumentit të heroit tonë në Prishtinë. Ju përshëndes të gjithëve dhe falenderoj organizatorët, sepse përnia juaj tregon gjithë dashurinë. Le të vazhdojmë të punojmë për ribashkimin e të gjitha territoreve shqiptar, sepse Shqipëria dhe Dardania kanë qenë gjithmonë të meda dhe e gjitha bota duhet ta pranojë këtë. Figurën më të ndritur të historisë sonë kombëtare dhe simbol të padekshëm të qendresës shqiptare. Skënderbeu nuk është thjesht një kapitull i historisë. A është një ide e gjallë, një frymë që ka kaluar shekuj dhe ka mbjetuar në zemrat e shqiptarëve kudo që janë. Në një kohë të vështirë për ekzistencën e identitetit tonë kombëtar, ai arriti të bëjë ata që është e pamundur. Të bashkojë princat shqiptare të ngrehin në rezistencë të organizuar kundër Prandërisë Osmane. Por madhështia e Gjergj Kastriotit Skënderbeu nuk qëndron vetëm në betejat e fituara. Ajo që bëri të pavdekshëm është vizioni i tij për liri, për dinjitet dhe për unitet. Ai na mësoi se liria nuk dhurohet, por fitohet me vendosmëri, sakrificë, besim të palëkundur në akuzën tonë të drejtë. Sot, kur ne kujtojmë figurën e tij, nuk shohim vetëm pas në histori, por shohim edhe përpara, duke frymëzuar nga vlerat e tij, ai la trashëgim, unitetin përtej çdo dallimi. Se Gjergj Kastrioti nuk është vetëm një figurë e historisë sonë kombëtare. Ai është një kujtesë e gjallë e asaj që ne jemi dhe asaj që mund të jemi kur qëndrojmë bashkë siç dëshironte ai. Ai është më shumë se një strateg dhe mbështetës. Ishte simboli i qendresës, besimit dhe dinjitetit njerëzor. Për më shumë se 6 shekuj, mesazhi i tij mbetet i njëjtë edhe sot. Liria kërkon guxim, ndërsa uniteti kërkon vullnet dhe përkushtim. Dhe këto janë vlera që vazhdojnë të na udhëheqin edhe sot drejt vizionit të përbashkët evropian që ai i nisi i pari. Unë ndihem i nderuar, për 3 vite jam kryetari i këshillit organizativ të këtij eventi, ku për qëllim si shoqat kemi ta ngrisim vetdijen dhe kujtesën historike të kombit shqiptar. Mos harrojmë origjinën tonë, nga jemi, nga kemi ardhur të harrojmë kulturën dhe traditën tonë nga imponimet e huaja. Ku vitën e ardhshëm do të kenë një mundësi të gjithë ata të cilët nuk e kanë parë një nga yjet më të mëdha të Evropës dhe të botës shqiptare, ku do ta kemi në mesin tonë. Andaj, ju ftoj që të gjithë së bashku të festojmë, të jemi bashkuar, të jemi unifikues dhe të jemi një. Aty ku të jemi, frymojmë si shqiptarë. Andaj, faleminderit edhe vëllezërve të Arbresh, të cilët po na vinë që 3 herë radhazi këtu në mesin tonë, sepse vetëm kështu të bashkuar ne tregojmë që jemi të unifikuar dhe jemi një.